Jam 20 vjeç, mami im ka dashnor. Si t'ja tregoj babait? Jam 20 vjeç dhe deri para pak muajsh mendoja se familja ime ishte normale. Jo perfekte, por e qetë. Një shtëpi ku babai punonte shumë, mami kujdesej për gjithçka dhe unë përpiqesha të ndërtoja jetën time. Gjithçka u shëm një ditë e zakonshme. Nuk ishte diçka që e kërkova. E kuptova rastësisht. Një mesazh në telefonin e mamit, një emër i panjohur, një fjali që nuk duhej ta lexoja kurrë. Në atë moment, stomaku mu përmbyt nga një gjendje që nuk e kisha provuar kurrë më parë. Tradhti. Jo vetëm ndaj babait, por ndaj meje, që nga ajo ditë çdo gjë ndryshoi. Fillova të shikoja maman ndryshe, jo më vetëm si nënën time, por si një grua që po gënjente. Dhe babain e shikoja me dhimbje. Ai nuk dinte asgjë. Vazhdoi të sillej një lloj, të zgjohet herët, të punonte, të sillte bukën në shtëpi, të pyeste nëse isha mirë, dhe unë heshtja. Netët u bënte gjata. Mendja më punonte pa pushim. Nëse i tregoj babait, e shkatroj familjen. Nëse nuk i tregoj, bëhem bashkëfajtor. Çfarëdo që të bëja, dikush do të lëndohej, dhe ai dikush isha edhe unë. Një natë, e dëgjova maman duke folur në telefon. Zëri i saj ishte ndryshe. Nuk ishte zëri që përdorte me babain. Ishte më i butë, më i gjallë, më dhembi më shumë se çdo fjalë. E përballa. Jo si i djalë i vogël, por si burr i ri. E di, i thash. Ajo u zbe. Ul, qau. Më tha se ishte e vetmuar, se babai ishte gjithmonë i lodhur, se nuk ndihej më grua. Asnjë arsye nuk mu duke mjaftueshme, sepse asnjë arsye nuk justifikon gënjeshtrën. E pyeta çfarë do të bënte. Ajo nuk ishte përgjigje. Dhe tani jam këtu, midis dy prindërve të mi, midis së vërtetës dhe shkatërimit, midis rolit të djalit dhe barës së një sekreti që nuk është imi, por që po më mbyt. Babai im meriton të di, por a duhet të jem unë ai që duhet ta thot? Çdo herë që më flet, më duket sikur po e tradhtoj. Çdo herë që e shikoj maman, më duket sikur po e humbas. Jam vetëm 20 vjeç. Nuk doja të bëhesha gjykatë si martesës së prindërve të mi. Nuk doja të isha unë ai që vendos fatin e familjes. Dua vetëm një gjë, që e vërteta, të mos më shkatërroj para se të gjej forcën ta them. Por sa gjatë mund të jetosh me një sekret që nuk është i yti?